forta. Starsat e përzgjedhur për sot janë Fatosi, Klea, Aldi, Gjesi, Flori, Desi, Artemisa dhe Juli. Si fillim ndeshën me falendru edhe Andalen që na ka dhënë këtë mundësi. Me dhanë opinionin ton dhe gjithë ato dituri që i kena lexuar në për libra, në për revista. Në për revista regjizoriale. Mos harroni që jemi një familje e madhe. Jemi një familje. Doja t'ju pyesja pak përpara se ne të nisim debatin. Keni pasur kështu raste ose keni ditur në një rast servilizmi në punë? Po! Ai që sa po foli, Okej, me sa duket historitë e sotme do të bëjnë goxha zhurmë, kështu që ndjekim historinë e parë. Në një kompani private para disa kohësh hyri një punonjëse e re. Ajo është korrekte me orarin, korrekte me punën dhe merr përsipër çdo gjë që i ofrohet. Me kalimin e kohës, ajo fillon të jetë gjithmonë më pranë shefit, duke i dhënë të drejtë për çdo mendim, duke mos e kundërshtuar dhe duke zbutur konfliktet mes tij dhe mes stafit. Ajo gjithashtu mbron vendimet e shefit edhe jashtë zyrës, duke pretenduar që ai e di më mirë se ne dhe ne semi asgjë para tij. Ndërkohë, në ekip ka njerëz që punojnë fort, sjellin rezultate konkrete, por ndërkohë nuk e fshehin pa kënaqësinë kur shikojnë një padrejtësi në punë. Ata fillojnë ta ndjejnë veten ta nashkaluar sepse vërej që çdo vlerësim, çdo privilegj i vogël dhe çdo afrim me drejtuesit shkon gjithmonë tek ajo. Ndërkohë, u hap një pozicion i rëndësishëm drejtues që u dha punonjëses që ka qenë gjithmonë më afër shefit. Zyra shpërthen në pakënaqësi. Disa thon hapur që kjo nuk është i merit, por një servilizëm i pastër. Të tjerë mbrojnë vendimin duke thënë se ajo thjesht ka ditur si të sillet, si të përshtatet dhe si të luajë lojën e punës. Atëherë kjo ishte historia e parë, ju do të keni 15 minuta për secilën histori. Ky do të jetë divani pro dhe ky do të jetë divani kundër. Pro, vajza e mori në bazë të meritës dhe në bazë të rezultateve të saj, dhe kundër ajo e mori për shkak të afrimitetit dhe sjelljeve që ajo kishte kundrejt e prorëve të saj. Jeni shumë rënda zemra. Po pse kështu? Shumë rëndë. Tre mesh ku lejnë gjithat spele lejnë poshtë. Nëse Gjesi do ishte shefe, disa prej atyre që janë Bravo! Si do kishin lëvizur. do kishin lëvizur dhe do ja kishin liruar vendin Gjesi. Okej, me qenë se ju e pasni me temën? Me qenë se ju e keni me shumë zell, niste Artemisa. Dhe me qenë se Fatosi kolegu im i dashur foli, Fatos, kam dashur gjithmonë të them që e vlerësoj shumë aftësinë tënde për të pasur marrëdhënie shumë të mira dhe korrekte me shefët dhe kjo të ka dhënë gjithmonë mundësinë që të spikasë. Ndoshta se nuk i ka shef gabimet, ndoshta se ka qenë rast. Tani pra për temën se është emision tjetër ky që flitet për Për temën po flet ashtu, për temën po flas. Nuk ka një emision dedikuar vetëm Për ty. desha kave, për Ka desha zemra i kave. Fantastic Albania. Zemra dedikuar fshatrave dhe plejshve, jo Fatosit. Atashi. Tani shpeshherë mbase në gjuhën popullore që edhe të përditshmërisë që ne përdorim, sjellja e vajzës mund të quhet si servilizëm. Por nga njëra anë ditët e sotme, sidomos servilizmi habuk, sepse përveç se të punosh, të kesh dhe marrëdhënie të mira me shefat e tu dhe një komunikim shumë të mirë, sigurisht që ata të marrin me një sy tjetër, sepse në fund të ditës çdo njeri, a është shef, a është i punësuar, ka nevojë që t'i përkëdhelet egoja, ka nevojë që t'i bësh komplimenta her pas here, dhe sigurisht që shefat gjithmonë kanë dikë të preferuar. Dhe komunikimi i mirë dhe marrëdhënia e mirë me shefin dhe puna e mirë sjell që vajzës i jepen mundësi të mira dhe nëse kjo quhet servilizëm, bravo i qoftë, sepse servilizmi ditët e sotme habuk. Habuk sot apo habuk kot? Se servilizëm do thotë që ti bësh qefin shefit dhe një shef që po thua ti ka nevojë ti ledhatohet ego, nuk është një shef për atë punë. Se një shef i mirë e ka biznesat dhe investon lekët e vet aty dhe punson një person që është i duhur. Për sa i përket historisë që Kostiani e lexoi, ti nisu nga fakti që kjo vajza e mbron shefin me kolegët. Ne nuk jemi askush i para ti. Çfarë shefi zoti gjithësisë? Njëri është, njerëzit gabojnë. Njerëzit gabojnë, të gjithë shefat gabojnë. Më thuaj mua aty një punonjës që nuk ka folur ndonjëherë diçka kundër shefit. Një kritik që ka thënë kundër shefit. Rasti konkret është servilizëm sepse ke punonjës të cilët nuk i bëjnë lavde shefit por punojnë, ke edhe këtë vajzën e cila i rrin zyrë shefit 24 orë. Edhe punonte. Lexoi historinë, punonte. Po jo. Po jo. Një vajzë, si puna e si kishte emrin? Vajza. Nëse vajza. Sara. Është shumë e zgjuar dhe fakti që rregullon marrëdhënia midis punëtorëve të tjerë dhe shefit. Unë si e pror, po të isha, unë do të afër njerëz që punojnë shumë po janë konfliktual, janë emocional, bëjnë sikur një sekond që bëjnë sikur o ç'a ndodhi dhe ajo
që është e zgjuar, nuk është emocionale, është e saktë në punë, kupton? Ma bëj punë, unë ata dua afër. Nuk dua afër dikë që është emocional, vërtet, jo poshtë patet. Unë e përdo, ashtu është, do të bëni padrejtësi. Nuk u futëm tek ana emocionale. Jo, unë po them si do mjesha unë si e pror. Unë dua afër dikë që thotë është e padrejtë, kjo është e nuk du krenesha. Du dikë që e bën punën, është e saktë dhe e mbyll. Një person që bie dakord me me radhë. çështje, një person që bie dakord me çështje, do të thonë që mungon mendimi kritik. Po, nuk ka cili. Një njeri që balancon tregon zgjuarsisht jo emocionale. Që percepton ujëra. Nuk është balans. Kjo është ju jeni gabim, shefi ka drejt. Kush Ka balans? gjithmonë të drejtën Për se qa- është ja klienti. Është Një për person që është dakord për çdo gjë është pa karakter. Dhe nëse në punë, në një punë do të ngrihet detyrë një person që është pa karakter dhe vetëm i thot shefit po, ndoshta edhe kur shefi nuk ka të drejtë, kjo të thonë që biznesi në një pikë ndoshta mund të bjerë përpas. Po fjala asaj, është shef për një arsye, Xhesi. Është shef për një arsye, është shef për një arsye. Unë do t'i ka afër asistente, du afër, du menaxher, floor manager, zon po e marr rastin. Po jam shef vet, dhe fundja jam mendimet e mia, nuk më ndikon ajo. Po në lidhje me punëtorët e tjerë du dikë që i balancon gjërat, jo njerëz që ngrihen, e kupton? Kishe një moment tek letra. Po. Kishe një moment tek letra që thotë që ka vendime të shefit që janë dukshëm gabim, edhe kjo nuk i kundërshton. Pra, këtu futet servilizmi dhe nuk ka anë emocionale fare. Apo kur thotë që kush jemi ne gjykojmë shefin. Është shkallë, është shkallë. Po çfarë shkallë? Shumë shkallë të burr. Njerëzit si puna sa ecën sipër. Kam një pyetje. Është shkallë ose më shkallësi? Është një botë pa drejtë ose më? Është botë pa drejtë, është botë shumë pa drejtë. Shkallësia ka përçuar. Zgjedhja më e lehtë, shkallësi është ti biesh në kokë Zgjedhja më e kur e ka lehtë. gabim. Po, edhe pastaj përfundon pa bonsuar, po ata shkallësia, shkallësia se më me zgjuarsi e ftohtë. E zgjuarsi dhe ftohtë. Ja një moment. Kam një pyetje për Desën dhe Artemisën si ishin të fol. Me që kjo ju duket shkallësi, ju duket habuk me këtë gjë. Ju vet e keni bën herë këtë gjë me që ju duket. Unë do e bëja. Unë nëse më duhet një sekond, një patjetër që po. Që unë të mbaj punën time që e bën shumë mirë, unë do e bëja. Unë do isha shumë i shkathët, shumë i zgjuar, do ja marrë gjithë për më sipër. Dhe jo prej faktit të servilizmit, ta përfundoj se më bëre një pyetje. Dhe jo prej faktit të servilizmit, po që ca gjëra bën ftoft fare dhe shkon dhe sipër. Nëse ti je super punëtor, po bën jo padrejtësia, po vi me punë ashtu, ajo ka me shit. Unë servile nuk kam qenë kurrë sepse karakteri im nuk na lejon që unë ta bëj. Por, një sekond. Nuk kam qenë, por unë i vlerësoj shumë njerëzit më lër të përfundoj. I bëri një pyetje, ta përfundoj. Unë servile nuk kam qenë kurrë sepse nuk ma ka lejuar kurrë karakteri sepse unë zihem me njerëzit. Por, i kam vlerësuar gjithmonë njerëzit të cilët dinë të ruajnë marrëdhënie të mira me shefat e tyre, sepse jo më larg se para disa ditësh mbaj mend një deklaratë Ronaldo Sharkës, i cili kishte thënë, "Un kam qenë gjithmonë servil dhe gjithmonë kam mbajtur." Ishte autoironia ajo që thonë. Atë se diti. Prit pak. Kam qenë gjithmonë servil, po edhe nëse është unë e marr si çai e ka thënë. Shikoje ku është sot. Shikoje ku është sot. O misi mos u përkalë anë jo shtëpi. O misi mos do i sekond. Mos do bëj të nisë kalë anë tash lutem. Një moment. O Gjes. Okej. Në shtëpi me një shembull Ronaldo Sharkë. Më fal pak. A pa më falur. Tash Kjo një moment. Problemi ke. O Des, hajde Ulem ulem. do të një divan ku merr shembull për këtë lloj gjëje, Ronaldo Sharka se nuk ka arrit. Kupto? Patjetër mo. Është moderator. Në një emision radio komik, është autor. Një moment. Nëse për atë është arritje ose për dikë tjetër, arritja unë mendoj që është dhe shumë personale. Do jemi të rëndë. Tash i dukem dhe diçka. Ta mbaroj Alti do kalim tek Flori. Për mendimin tim, për mendimin tim, Ndaje mendjen. Kalova për Ronaldo Sharka në lej, po këtu jam për mendimin tim. po më undi dietar se po fryj shumë herë bu. Shiko si ja puna tash. Për mendimin tim Artemisa shumë kontradiktore. Sepse para 2 minuta shtote bravo i qoftë sepse ato arrit gjanat e veta. Nuk e bëj dot, po i vlerësoj njerëzit. Dhe pas 2 minuta shtot nuk e kam në karakter. Po se nuk e bëj dot tu. Do me vlerësoj të tjerë. Gjatë, do me thënë çon aq pjesë karakteriale, aq prekën në seder, saqë thot nuk e kam karakterun. Unë nuk e bëj dot. Flet objektivisht. Po flet objektivisht Artemisa, po flet objektivisht për vetë. Po përgjithsisht për Vjen keq, po mua kontradiktore. Kur unë shkoj te një punë, unë ofroj aty
mënyrën se unë bëj punën, jo anën time emocionale. Unë mund të jem i mërzitur, i lumtur, i dashuruar, çfarë do lloj gjë në jetë, nuk kam për shfaq unë te puna apo puna ta shfaqet unë. Unë vi bëj punën, mbaroj në orarin e dur dhe ik në shtëpi, prandaj vim punë. Për mendimin tim, një shef nuk ka nevojë që të ketë një person që t'ja marr gjithmonë, sepse gjithmonë edhe kur del një film thot e kanë votu kritik. Pse? Sepse kritika, debati ban marrë diçka më shumë, edhe ne Ecë përpara. e ban që hajde të gjejmë një zgjidhje që të ecë përpara. Nëse do bishim dakord gjithë, servilizmi okej, ta kishte marrë. Ai filmi, ma ato kritika që tuti, ka kritika boll që nuk janë të drejtë, por nuk janë objektiv. Dhe çfarë Janë paguar filmi i dytë del më i mirë vëlla. I Okej, Klea. siç ka qenë te ëndër. Unë mendoj që në asnjë lloj vendi pune nuk është se do promovoj dikush që nuk e meritonte atë promovim. Ose ajo ka bërë një punë shumë të mirë, plus është një punëtore shembullore, ai do promovoj këtë që është shembullore dhe punon shumë mirë sesa atë që punon shumë mirë, po i vteket që thot jo po e pa drejt këtu. Pra ka një sjellje shumë konsistente. Është pa drejt o vlla kaq. Është një konsistencë ajo, është një konsistencë ajo. Goca ka konsistencë, është e zgjuar dash punëtore. Unë konsistencë po pra, e zgjuar punëtore. O Xhesi do mgjosh, e zgjuar po çaj jo pra. Po fol. Nuk është të thënë që është punëtore, që thot po shef këtë drejt gjithmonë. Ti je më i miri, ti vjen gjithë tamam të çdo. Pra vetëm një gjë ka thënë. Ka të drejtë shefi. Sa e biznesi aty është, ka drejtë ti. Çfarë te ka shtypë biznesi aty? Za i nuk ngritot një punë, dikë që nuk i ta bëj atë punë, kupton? E ngret dikë shumë mirë dhe të shkallë të zgjuar dhe konsistente se më ndon kaq të duhen. Kaq të duhen. Nuk jam pra se ti padrejti kështu ashtu. Kush je ti? Dy grupe, një grup i cili janë punëtar dhe nuk e lavdërojnë shefin, ke dhe grupin tjetër që Sa pozicione do marrë vajz? Sa sajta me kë pozicione? Ashtu ngrihesh. Një moment. Juli. Okej. Dhe mos bërtisi sepse ju humbasni të gjitha argumentet. Po problemi është në momentin që shefi bën ndarje pra të marrë këtë që më thotë gjithmonë ke drejt edhe punon apo të marrë këtë personin që punon. Pra kse i shtohet ekstra një karakter që ka njerëz servila. Edhe për atë që tha Desi, nuk i bën njerëzit e tjerë më pak konsistent, fakti që nuk vjen dakord me shefin dhe ngren zërin për diçka drejt. Do mendoj që ajo është diçka që duhet në një vend pune që kur të shohësh diçka gabim ta rregullosh, kur të shohësh padrejti ta rregullosh, ti thua shefin ose thua po shkojnë gjërat vaj janë super, ke shumë drejtë, je shumë i zgjuar kot. Se kjo gjë Du të them diçka. Dhe diçka, një Por edhe servil. nëse kjo ka pasojë për shkak sepse ka dhe Këtë do shefa thoja. të cilat ndoshta nuk e vlerësojnë shumë që Nuk mendoj që shefi merr opinion vetëm nga një person. Juli, un po them thjesht është rasti se si ajo ngrihet në detyrë. Po pra pa ishte ndërmjet, Nuk më ishte ndërmjet, kota ishte ndërmjet, përfundoi pra vajza që na ka dërgu letrën. Tha, është ndërmjet. Ore, një servil, nëse vendoset në një pozicion drejtues, prap do punsoj poshtë vetes një servil, dështojnë servila. Sa e vlefshme është një kompani, sa e vlefshme është një kompani ku të gjithë i bëjnë lajme në tjetër nga sa funksionon gabime. Nëse funksionon Po vlet Artemisa. Juli bëri një ndarje shumë interesante. Pra shefi ka qenë përballë zgjedhjes, të zgjedh vetëm këtë që është shumë i mirë profesionalisht apo të zgjedh këtë që është shumë i mirë profesionalisht, po dhe në komunikim me mua është shumë mirë. Dhe sigurisht që një njeri ndihet më i sigurt që të ketë të promovoj një punonjës i cili ka dhe komunikimin shumë të mirë me të, pra do merren vesh shumë mirë me njëri tjetrin dhe nga ana profesionale është shumë mirë. Servilizmi është fake se duhet ta beson Juli, ishte pyetja jote. Njëri e fillon të duke u ndikuar emocionalisht për shkak të vet. Një shef do të çojë nga biznesi, çfarë i bën mirë biznesi ti, njëri që kundërshton. Dhe ka ngritë detyrë, një që punon. Ka ngritë detyrë. Dëgjojmë Juli. E maro. Ka lejtë florë se du të Ose askush nuk promovohet pa pasur një background të mirë. Janë promovuar shumë njerëz të tillë. Go, ama po marr rastin. Të thot punëtore. Do të gjej pak Florin. Një moment qetësi. Me rastin aty. Bulgoj. O vlla, se argumenta kena ju Si argumenta. Qetësi. Po kapeni gabim te diçka, sepse aty te letra është thënë që punojësi nuk bën konflikt, por thjesht e thot shefit kur ka një problem, ka një gabim,
po ta them që ti ke bërë një veprim gabim dhe ta them për të mirën e kompanisë, ose futem unë lek në xhep. Unë kur shoh një veprim gabim, them, ky më duket gabim, dhe nuk po të kundërshtoj ty, po kundërshtoj diçka që të bëhet më mirë dhe të kompania të ecë më mirë. Ajo që vjen dhe thot e ke mirë ti, gjithmonë e ke mirë ti dhe kompania shkon grop, nuk po e ndihmon. Është me Poli ku në përgjigje këtu një sekond, po jo Shumë kur jemi në 1 minutë që në fund. Shumë shkurt. A mund ta çoj? Ja, do të dalë një gjë shumë e thjeshtë. Misi tha, është okay të marrë këtë që i serviloset. Tani, sa shanse ka që për shembull unë, je ti shefja ime? Ti ke çdo herë të drejtë për mua. Sa shanse ka që unë të jem i real dhe jo fake me ty? Sepse unë jam fake me ty, në fakt jam servil. Dhe ti po punson një person që është fake me ty. Fjalinë e fundit kam me ty. Njerëzit të cilët janë servila kanë arritje më të mëdha profesionale individuale se sa njerëzit që nuk janë servila. Okej, mbyllardi. Kjo lloj logjike krijon një lloj fluske, për shembull, e them se fluskat janë problemet e kompanisë. Edhe gjithë punëtorët kanë probleme, kanë halle, kanë ankesa,